Norvegjia ka nisur një hetim ndaj ish-kryeministrit Thorbjørn Jagland në ndyshimin për korrupsion në lidhje me kontaktet e tij me financierin amerikan dhe shkelsin seksual Jeffrey Epstein. Agjencia norvegjeze kundër korrupsionit, Økokrim, i kërkoi Ministrisë së Jashtme të heqë imunitetin që Jagland kishte si ish diplomat për të mundësuar hetimin. Shefi i Økokrim, Pal Lonseth, tha se fokusi i hetimit do të jetë nëse Jagland ka marrë dhurata ose favore për shkak të pozicioneve të tij publike. Jagland përmendet disa herë në dokumentet e publikuara nga autoritetet amerikane për Epstein. Në një email dërguar Epstein me 25 maj 2012, Jagland shkruante për udhëtimet e tij në Tiranë, Jordani, Palestinë dhe Izrael, duke përmendur edhe kontakte të tjera me personalitete të huaja, mes të cilave Barbara Daniels dhe Bill Richardson. Mesazhet të nxjerrin në pah lidhje të vazhdueshme dhe shpenzime luksoze gjatë vizitave të tij jashtë vendit. Në një email drejtuar Epstein në 25 maj të 2012, Jagland shkroi: "Kam qenë në Tiranë, Shqipëri, ka vajza të jashtëzakonshme. Do të shkoj në Jordani, Palestinë dhe Izrael. Do të kthehem të njëjtën. Nëse nuk e keni telefonuar ende Barbara Daniels, ju lutem më njoftoni. Bill Richardson do të donte të telefonante", shkruhet ndër të tjera në mesazh. Jagland shërberon si kryeministër i Norvegjisë nga 1996 deri në 1997, si sekretar i përgjithshëm i Këshillit të Evropës nga 2009 deri në 2019 dhe kryesoi Komitetin Norvegjez të Nobelit nga 2009 deri në 2015. Hetimi i ri pritet të hedhë më shumë dritë mbi rolin e tij dhe lidhjet e mundshme me skandalin ndërkombëtar të Epstein.